të arrijë që të kaloj nga një banesë 53-4 metra në të ardhmen një shtëpi të vogël, sepse janë shpifje të rënda këto, jo 400.000 o 500.000. Kjo shtëpi luksuze që Vjosa Osmani e bleu në lagjën e Pasanikëve Marigona Hell, të cilën ish presidenti apo e quan të vogël, në fakt veç e vogël nuk është. Dhe jo, shpifje nuk është as fakti se vlera e saj aktualisht shkon në mbi 500.000 euro. Ish kryetarja e shtetit, këtë pallat me plot 244 metra katror, të tipit anglez, me 3 dhoma gjumi, kuzhinë profesionale e kopsht privat, në deklarimin e saj të pasurisë e vlerësoi veç 208.000 euro. Por vëmendje këto, në komunikimet që Vox Kosova pati me një agente të Marigona Hell, merret vesh se metri katror i shtëpive aktualisht aty shkon mbi 2.100 euro. Rrjedhimisht një shtëpi 303 metra katror në përfundim e sipër, sipas Marigona Hell, ka vlerë plot 650.000 euro, apo 2.145 euro për metër katror. Në një shumëzim të çmimit aktual për një metër katror në hapësirën që ka shtëpia e Vlere Osmanit, del se vlera reale e saj në treg është mbi 523.000 euro dhe jo 208.000 sa e deklaron ish presidentja. Edhe pse në disa agjencione patundshmërie, një tip i njëjtë shtëpie si ajo i Vjosa Osmanit kushton hiç më pak se 680.000 euro. Pra si u bë që Vjosa Osmanit një shtëpi luksi e një vlerë të tillë të kushtoj kaq pak? Apo në rastin tjetër, nëse në vitin kur ajo i kushtoi aq sa ajo e ka deklaruar, pse tani e fshej vlerën reale të saj? Presidenti janë i shtëpi 200.000 euro, këto banesat po kushtojnë 300 tutje, se kuptova këtë diskrepancë, që ata deshta me të pyet. Diskrepanca është që na i shumë i kemi çmimet reale, që ke pa në media, në lajme, Qysh po vëna në media? Çmimet që i ke marrë të banesa, janë që ato çmimet që i prezantojmë na dhe që i shesim që ato çmime në Marigona Hell. Vjosa Osmani nuk është e vetmja në këtë mashtrim të opinionit publik për vlerën e pronave në Marigona Hell. Shiheni bashkëlltarin e ri të saj politik Lumir Abdizikun. Në regjistrin e vitit 2024, një banesë të blerë në Marigona Hell me hapësirë hiç më pak se 174 metra katror e deklaronte në vlerë 260.000 euro. Në katalogët që Vox Kosovës ja dërgoi vetë Marigona Hell, del se metri katror i banesave aty është shumë më i shtrenjtë. Për shembull, një banesë 131 metër katror që ndërtohet tek në vitin 2027 ka vlerë 330.000 euro. Pra 2.519 euro metri katror për një banesë ende të papërfunduar. Po ta përllogarisim banesën e blerë të Abdizikut në vlerë tregu në çmime të paracaktuara nga Marigona Hell, vlera do të dilte diku tek 438.000 euro, afërsisht 180.000 euro më shumë se që e ka deklaruar Abdiziku. Njëjtë veproi edhe ish ministri i infrastrukturës Libor Naliu. Një banesë të blerë në Marigona Hell në vitin 2020 prej 126 metrave katror, Aliu e deklaron në vlerë të 103.000 eurove, kur vlera në tregun aktual liri shkon në mbi 300.000. E kështu ndodh edhe të shumica e politikanëve tjerë në pozitë e opozitë. Pra si është e mundur në një kryeqytet ku numri i banesave u rrit 4 herë më shpejt se popullsia, politikanët të marrin prona në çmime premi, e qytetarët të mos jenë në gjendje as të përballojnë çmimet e qerave aty. Është e mundur sepse politikanët merren vesh me biznesmenët dhe marrja vesh është në dy forma, ose pjesa tjetër e parave jepet kesh, pra aparat të vjedhura dhe biznesmeni pranon t'u ashes zyrtarisht me çmime më të lira, ose këta arrin t'i marrin këto çmime sepse u shërbejnë më pas këtyre biznesmenëve për nevojat e tyre. Në secilin rast është krim i dënueshëm me ligj. Fatkeqësisht prokuroria nuk po vepron, përkundërse gjithçka bëhet hapur dhe qartësisht.